Sot ka me lujt Sponja me Portugalinë dhe Belgjika me Amerikën. Kush mendon që ka me fituesit? Për Spanjën edhe Portugalinë, inshallah Portugalia. So me so. 2-1. Unë e menoj. Kush e bull? Rafa Leao edhe me mundësi Ronaldo nëse mundet. Okej, e për Sponjën? Për Spanjën, Jamal ose Nico, dy të janë të rrezikshëm. Amerika me Belgjikën që e kanë luajnë? Unë menoj Belgjika, po edhe Amerika o ka provën, po ka disiplinë si vjetë. Për Belgjika menoj që një kanë deri minutën e 90 tani penalla. Kush fiton penalla? Belgjika. Spanja me Portugalia, po thomë si Portugalia 2-1 ka me fitu, edhe të Portugalia të Ronaldo të dytë ka me po. Okej, 2-1 Portugalia dhe shkon për para. 2-1 Portugalia. Amerika me Belgjikën? Po Amerikën me Belgjikën, po thomë si pak zarshme, se Amerika nuk ka qaç keq, po duket Belgjika 2-0 ka me fitu. Edhe shkon për para. Edhe shkon për para. Golla kush jep aty? Lukaku. Duket Lukaku, po. I think Spain will win 3-1. Mendoj që Spanja do fitoj 3-1, dhe se mendoj që Cristiano Ronaldo do të zëvendësohet në pjesën e dytë, sepse është shumë i vjetër dhe jo shumë i mirë siç ka qenë. Kështu Spanja do të shkojë përpara. Po Belgjika me Amerikën, cila ekip mendon se do të shkojë përpara? Belgjika nuk ka me lojtarë të rinj, nuk e ka fuqinë të rinjve me Kevin De Bruyne e të tjerët. Do të shkojë në penallti. Mendoj që Belgjika do të marrë fitoren, por do të ketë të vështirë. De Bruyne and everything, I think. Kjo Portugalia me Sponjën ke fillimisht, a? Po besoj Sponja 3-1 se të kryet, rezultati sakt. Golla kush jep? Jamolli hat-trick. Amerika me Belgjikën? Belgjika 3-1, njëjtë. Kush mendon se ka me fituesit mes përballjes Portugali, Sponjë edhe Belgjika-Amerikë? Po, sidomos ky dueli Sponjë-Portugali është një duel shumë interesant edhe dy skuadra shumë të forta, po që rezultatin nuk do të dihet deri në fund. Unë mendoj këtë lojë që do të jetë barazim dhe të shkojnë vazhdime. Duke menduar kvalitetin e dy ekipeve, po Portugalia është ekip shumë i fortë, shumë. Ndërsa duelin tjetër Belgjika me Amerikën. Po Amerika nuk është shumë e fortë, shumë është e fortë. Belgjika deri në lojën e fundit që u kualifikuar nuk lanë ndonjë përshtypje, Beliate fitoi shumë me fatun fund e fitoi me Senegalin. Ishte të humbë 2-0, 2-2, në vazhdim, minutën e fundit e fitoi. Po këtë kampionat për shembull është befasi e fortë. Megjithëse unë e kom prit se ai ka luajtur mirë në kvalifikime Norvegjia. Norvegjia është, unë mendoj që do të shkon ende ma tutje. Me Anglinë e ka, po Anglia, ama Norvegjia është për mua. Shumë është e fortë. Angli, Norvegji, po mendon se kush mendon se shkon? Do të jetë, Mjaft lojë barabartë. Unë për Norvegjinë. Norvegjia të shkoj, ka një lojtar që tjera si kanë. A i mujti pra me petë. Po, shumë i fortë, edhe ka avansu futbolli shumë në Norvegji. Po, shumë ka përparuar. Po, tjetër, kush është atje në përballi tjera? Përballi tjera ka me lujt Argentina me... Ka lënë Argentina. Edhe Kolumbia me Zvicrën e ka. Edhe kjo është interesant. Kolumbia është shumë e fortë, në prej më të forta në Amerikën atje ko është. Me Zvicra, edhe Zvicra ka skuadër shumë të mirë, po nuk ka të regu ashtë, po është kvalifikuar. Unë këto mendoj që Kolumbia do të shkon. Do më thonë përballjen Egjipt-Argentinë, po mendon se shkon Argentina? Po, Argentina do shkon, megjithëse ishte skuadër shumë e mirë edhe Egjipti. Po, megjithatë Argentina ka një lojtar që e vendos në fund, ne po me vath natë, a e lojti fenomenal ajo, ekipi i Afrikës, shumë bukur ka lojt. Po megjithatë po vendos Messi, prapë e vendos vetë, po lonë si në atë kohën kur ka qenë i ri. Është kënaqësi me po atë në atë moshë. Thonë të drejten, Kroacia ka lojt shumë mirë, po edhe e ka të lojtarë shumë të mirë.
ra Gjermania. pak. Gjermania s'kish pas këtë kampionat dopk. Cila ekip ka surprizu mas shumë ti thash që nuk është motu garu që ka ro domethënë pikë Mu e Kroacia. Edhe kur ka hu me Anglin, fenomenal një kaluë. Po Kroacia, Norvegjia. Ka shgëny Brazili se zakonisht, me do hyje, me do, po ja, jo. Pa ja, s'ka loj, s'kishin si fljajt, unë ashtu s'luhet futbol. Po pa për ata, janë lojtarë më të paguam, individualisht janë në Evropë, krejt, po kështu se ekip komplet edhe pse Ancelotti o stratege, krejt, atë s'kishin si fljajt. Sfitohet ashtu, Norvegjia me plot meritë. Po përshëndetje, mendoj që sot ka me konë loja shumë e fort, po mendoj që ka me shku në vazhdime Spania me Portugalin edhe vazhdo me tutje Spania. Sa i përket lojës Amerikë-Belgjik? Atë mendoj që Amerika fiton, edhe atë vazhdime mendoj. Spania me Portugalin, mendoj që Portugalia ka me ecë për para, edhe ke Amerika me Belgjikën. Amerika. Kush mendon që jep gollat ose a mundesh me na jap një rezultat përfundimtar për këtyre dy lojave? Rezultat përfundimtar. A ka me për Ronaldo golse? Ronaldo gjithçysh. Bile një gol ka me japën. Nashta 3-2 për Portugalin, edhe 2-1 për Amerikën.